Unë jam rritur me atë publik, edhe është interesant sepse, shikoni, Gostivari ka qenë një qytet me specifika, ka qenë një djep i kulturës, dhe unë mund të them me krenari se çdo këngëtar që ne sot i shohim, bile edhe në skenat botërore, karrierën e tyre kanë filluar në Gostivar. Kanë qenë vitet e 90-ta, vitet e arta, ku fatkeqësisht në Kosovë institucionet nuk funksiononin, ishin të mbyllura, dhe Shqipëria sa po doli nga komunizmi, dhe destinacioni i vetëm i artistëve ishte Maqedonia në atë kohë, e sidomos Gostivari dhe rrethina e Gostivarit. Kanë kaluar shumë artistë, Eli Fara, Merita Halili, Zina Zdrava, ku ta di unë, Fitore Mamaq, do me thënë, kanë qenë emra të skenës së muzikës të cilët kanë dhënë një kontribut të veçantë në kulturën shqiptare, pra flas për muzikën. Dhe sikur kjo entuziazëm dhe kjo laramani dhe kjo pasuri që ekzistonte në qytetin tonë, sepse në atë kohë kishte koncerte të ndryshme, vinin trupa teatrale të ndryshme që jepnin shfaqje në Gostivar. Dhe sikur pas një periudhe u shua. Dhe pasoj një periudhë ku me të vërtet njerëzit e humbën edhe besimin tek artistët se do të sjellin diçka me vlerë në skenë.